Monedha $1 në imazhin e Trumpit. SBA përgatitet për 250 vjetorin e pavarësisë. Qeveria amerikane po shërton mundësinë e prerjes së një monedhe përkujtimore $1 me imazhin e presidentit Donald Trump për të shënuar 250 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara që do kremtohet më 4 korrik 2026, sipas drafteve të publikuara në platformën X dhe të ribotuara nga Departamenti Amerikan i Thesarit. Monedha propozuar do të paraqesë profilin e Trumpit bashkë me fjalën liri të gëndon me shkronja të mëdha. Në anën tjetër të monedhës do të jetë i paraqitur grushti i ngritur para flamurit amerikan bashkë me frazën "lufto, lufto, lufto", një thënie e përdorur nga Trump gjatë fjalimit në përgjigje tentativës për atentat ndaj tij në korrik të 2024 gjatë fushatës presidenciale. Ndërkohë, drejtori i monedhave Brandon Beach ka deklaruar në platformën X do të publikohen më shumë detaje rreth kësaj monedhe sapo të përfundojë paraliza fiskale që aktualisht ka goditur qeverinë federale. Kujtojmë se me 4 korrik 2026, Shtetet e Bashkuara do festojnë 250 vjet nga shpallja e pavarësisë në vitin 1776 dhe janë planifikuar një sër veprimtarish përkujtimore në shkallë kombëtare.